na duhen partner. Duhet të kemi një qeveri të bashkëpunojmë të, një qeveri që bazohet në një shumicë të fuqishme në kuvend. Pakoja e zgjerimit e miratuar nga Komisioni Evropian e tregon qartë në një ambient të ndryshuar gjeopolitik, Bashkimi Evropian qëndron i gatshëm që të respektojë detyrimet e saj dhe të sjell partneritet të sjell aspiratat e vendeve për antarësimin e BE dhe më afër. Për Bashkimin Evropian, zgjerimi është imperativ strategjik, një investim në stabilitet, prosperitet dhe siguri. Kur e zbatojmë këtë vizion, zotimin politik të Bashkimit Evropian dhe reformat e ndërlidhura me të janë kyçe. Në shumë vende kemi parë progres të jashtëzakonshëm dhe reformat të mëtejshme mund të bëjnë antarësimin e tyre ende realitet brenda kësaj dekade. Fqinjet tuaj, Shqipëria dhe Malizi, janë në rrugë të duhur. Tani, është njëjtë e rëndësishme për Bashkimin Evropian që të përgatitet për një union më të madh dhe më të fuqishëm. Komisioni Evropian shumë shpejt do të paraqesë gjetjet e tij se si zgjerimi i jashtëm do të prekë çështjet apo fushat kyçet politike. Derisa ekziston momentumi në anën e BE-s, vetëm kjo nuk mjafton. Dhe këtu dal te Kosova. Më luaj ta them shumë qartë, për t'ju ndihmuar ju që të arrini progres në rrugë timin drejt integrimit evropian, na duhen partner. Duhet të kemi një qeveri të bashkëpunojmë të, një qeveri që bazohet në një shumicë të fuqishme në kuvend që është në gjendje që të çojë përpara liritë fundamentale në të mirë të qytetarëve të Kosovës. Në këtë aspekt, fatkeqësisht ky viti që po kalojmë është viti humbur. Viti 2024 ju ishit pararëndës në agjendën e reformës afër pranimit të disbursimeve të para në kuadër të planit për rritjen ekonomike. Ju ishit duke ecur përpara me legjislacionin për SEPA-n që të jeni pjesë e zonës së vetme unike të pagesave evropiane. Ishit duke punuar që të arrini progres edhe në fusha tjera kyçe, reformën e gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dhe ja ku jemi sot. Çfarë dua të them është se elita politike në Kosovë duhet të bëhet bashkë përtej ndarjeve politike dhe etnike dhe të formojë një shumicë të fuqishme e cila do të sigurojë ratifikimin e planit për rritje, marrëveshjet dhe të përmbushë obligimet sipas dialogut të Beograd-Prishtinë. Pa këtë, do ketë edhe shumë mundësi të tjera të humbura. Vullneti për të ndërtuar koalicion dhe për të ndërtuar kompromisin është kyç.